Vlora është përballur këtë të diel me një situatë mjaft problematike për sa i përket menaxhimit të mbetjeve urbane. Në një pjesë të konsiderueshme të qytetit janë konstatuar kontenierë të mbushur, mbeturina të shpërndara përreth tyre, si dhe orendi shtëpiake të hedhura në mënyrë të pakontrolluar. Pamjet e filmuara tregojnë një realitet shqetësues, i cili bie ndesh me imazhin e një qyteti turistik, veçanërisht në këtë periudhë në prag të festave të fundvitit. Nga vëzhgimi i kryer në disa zona të Vlorës, u vure se mbetjet urbane nuk ishin larguar në kohë, ndërsa në shumë raste kapaciteti i kontenierëve ishte tejkaluar. Kjo situatë krijon jo vetëm ndotje vizuale, por edhe rrezik për përhapjen e erërave të pakëndshme dhe ndotjen e ambientit përreth. Kjo ishte gjendja e kontenierëve në rrugën Gjergj Xharaniti gjatë orëve të paradites, ku mbeturinat kishin mbuluar pothuajse tërësisht zonën përreth, duke vështirësuar edhe qarkullimin e këmbësorëve. Situatë po aq problematike u konstatua edhe në lagjen Rilindja. Në këtë zonë, mobilje të vjetra, dyshek, karige dhe orendi të ndryshme shtëpiake ishin hedhur jashtë kontenierëve dhe kishin mbetur aty të pahequra, duke zënë hapësira publike dhe duke degraduar mjedisin urban. E njëjta pamje përsëritej edhe në një tjetër blok banimi të lagjes Rilindja, ku grumbull mbeturinash dhe mobiljesh të vjetra ishin lënë pranë kontenierëve pas një ndërhyrje nga shërbimi i pastrimit. Banorët e zonës shprehën se raste të tilla po përsëriten shpesh. Kontenierët të mbushur nga mbeturinat u vure gjithashtu edhe në zonën bregdetare. Pamjet janë filmuar nga një prej lagjeve në një blok banimi paralel me shëtitoren Lungomare, një zonë mjaft e frekuentuar nga qytetarët dhe turistët, ku situata e krijuar lë një përshtypje negative për vizitorët. Gjendja paraqitet shqetësuese edhe në rrugën e plazhit të vjetër. Edhe këtu kontenierët janë të mbushur, ndërsa mbeturinat në disa pika kanë përfunduar edhe në tokë, duke krijuar ndotje të mëtejshme dhe rrezik për përhapjen e insekteve dhe kafshëve endacake. Kjo diel ka shënuar një situatë as pak pozitive për sa i përket pastrimit të qytetit me kontenierë të papastruar dhe mbeturina të grumbulluara në shumë lagje. Në kushtet kur Vlora synon të jetë një nga destinacionet kryesore turistike të vendit, menaxhimi i mbetjeve urbane mbetet një nga problematikat më shqetësuese. Bashkia e Vlorës dhe ndërmarrja e pastrimit duhet të rrisin angazhimin në drejtim të shërbimit të pastrimit, të përmirësojnë monitorimin në teren dhe të përcaktojnë qartë oraret e pastrimit për të shmangur përsëritjen e situatave të tilla dhe për të garantuar një mjedis më të pastër për qytetarët dhe vizitorët.